Problemi i vlerësimit të pronave, i cili prej 20 vjetësh nuk po merr zgjidhje për pronarët, është një tjetër premtim i kandidatit për Bashkinë e Tiranës Lulzim Basha. Gjatë prezantimit të kandidatit për minibashkinë numër 8 në kryeqytet Arben Tafaj, zoti Basha garantoi pronarët se do t'u jepet e drejta të zhvillojnë pronat e tyre. Në këtë drejtim, zoti Basha shpreu bindjen se do t'i jepet fund praktikës së mosvlerësimit real të pronës në kryeqytet. Ne do t'i japim pronarëve autokton dhe çdo pronari tjetër në Tiranë mundësinë të zhvillojë pronën e tij me koeficientin më të lartë të mundshëm të zhvillimit dhe të marrë prej tij flytet më të mëdha të mundshme. Ku jo dikujt t'i bi bixha e të bëhet milioner, e dikush të shoh pronat t'i kthehen në balt dhe në plur. Edhe zgjidhja e problemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimet të ujrave të zeza ishin në vëmendjen e kandidatit Basha. Për zgjidhjen e zgjidhjes së këtyre problemeve, Basha garantoi se akti i tij i parë si kryebashkiak do të jetë marrja në administrim e ujësjelljes kanalizimeve. Në kundërshtim me heqjen e përgjegjësisë nga vetja, duke mos planuar të marrë në dorëzim ujësjes kanalizimet për më shumë se 2 vjet, po ju them, transferimi i tyre në vartësinë e kryetarit Bashkisë Tiranës do të jetë një ndër veprimet e mia të para si kryebashkiaku juaj i ardhshëm. Duke kërkuar votën për zotin Tafaj në njësi numër 8, zoti Basha tha se pas 8 maj do të jepet fund praktikës së mospagimit të taksave dhe mungesës së shërbimeve nga bashkia.